shumica e njerëzve kanë qëllim fitimin e paras. Ju vërin një kusht pikërisht aty, që nëse mua nuk më ndodh kjo gjë, do mi kthesh lekët mbrapsh? Aha, kuptoj. Nëse ai të thot po, vazhdo se është e duhur dhe ai është i sigurt në atë që po bën. Nëse thot jo, ikë aty. Thjesht po të mashtron, thjesht po të vjedh, dhe thjesht po ndërton vazhdimsinë e tij në kurrizin tënd dhe të mirëve si ty. Edhe të pashpresë. Okay. Kjo është këshilla ime. Kërkojuni lekët mbrapsht. Nëse nuk u funksionon skema e tyre dhe ju i keni paguar saqimet e kokës, kërkojuni lekët mbrapsht. Mos i lini. Mos i lini të mbijetojnë, mos i lini të buburrojnë në këtë amulli. Të kuptoj. Vetëm kjo është zgjidhja. Nëse të gjithë do fillojnë të kërkojnë lekët mbrapsht kur s'kan marrë shërbimin e duhur ose kur s'kan arritur rezultatet e duhura, pavarësisht se këta kanë premtuar rezultate, të premtoj që për 1 vit, 2 vjet nuk do kesh më mjekësi holistike.